Zgjidhja është që pensionistët që janë duhet organizohen, duhet protestojnë, sepse qeveria vjedh miliarda euro. Edhe ku vjen puna, pensionistëve nuk u jep asnjë bukë me shishe kos. Punoj sepse më duhet punoj, sepse ai pension që unë sot marr, llogarit 43 vjet punë, nuk më dal. Të punosh 43 vjet, domethënë, 40 vjet, e të marrësh një pagë 170-200.000 lekë të vjetra. Kjo është i turp i Zotit. E kur je puna qeveritarët, vjedhin miliarda euro, e spendojnë, domethënë, është për të venduar kokë të tolerancës. Domethënë, ata qeveria u mblodh para një vite, nuk e mbaj mend, i dyfishuan pagat e tyre, ndërkohë nuk miratojnë minimum jetik që e kërkon Lëvizja Bashkë në parlament. Pikërisht për këtë kam firmuar sot edhe unë peticionin. Edhe kemi plotësuar listën për rreth 21.000 firmash që kemi depozuar si Lëvizja Bashkë. Unë kam qenë dhe jam gjithmonë kundër reformave antiekonomike që ka Shqipëria. Dhe qeveria shqiptare. Edhe do në rëzëri gjithmonë. Por, që të vazhdosh akoma sot me një asistencë sociale, 4.000 lekë në muaj, e kur vjen puna të mos miratosh minimum jetik që ka quar Lëvizja Bashkë, kjo është domethënë një vepër kriminale për mua. E qeverisë ndaj popullit. Dua të të informoj, ndoshta i parë, të njëjtën Lëvizja Bashkë organizon një protestë, rifillon protestat për pensionet, ato që vjet e detyruan qeverinë Rama të lëshonte sadopak për arritjen e pensionit minimal. Unë do doja, meqense ti je ndër personat më aktiv dhe ata që kur munden marrin pjesë, të bëj një thirrje shqiptarëve, jo vetëm bashkëmoshatarëve këtu, por ti ndoshta mund të flasësh atyre më kollaj. Si e mendon ti që pse duhet marrin pjesë në protestë? Të nderuar pensionistë, unë kam qenë gjithmonë në krye të protestave që ka bërë në atë kohë kompania Armu për rifillimet e punës dhe jam përsëri gjithmonë i gatshëm të protestoj për çdo aspekt dhe normë antiligjore kundër qeverisë për problemet tona. Prandaj, të gjithë duhet marrin pjesë tek protesta e ditës së njëjtë në Tiranë.